Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për stërvitjen Defender Europe 2025, e cila ka nisur nga 26 maj, pra ditën e sotme do të vazhdoj deri në 9 qershor. Është faza e dytë që po zhvillohet në Ballkan pas fazës së parë në veri, ka zbritur në Ballkan, marrin pjesë shtetet anëtare të NATO-s të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vende partnere në Ballkan mes vendeve ku po zhvillohet kjo stërvitje e madhe si përgjigje emergjente në rast të një sulmi dhe një konflikti është Shqipëria, Kosova, por edhe vendet e tjera. Po për të folur më shumë për këtë, edhe mesazhin, trajnimet dhe gjithçka tjetër, kemi të ftuar mikun e emisionit ton, zoti Memush Abilaj, inxhinier ushtarak, pedagog, profesor, ish drejtori i laboratorit kimis, njohës mjaft i mirë kapaciteteve ushtarake të vendit ton. Zoti Abilaj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Atëherë, kush është së pari, çfarë është kjo stërvitje, çfarë përfiton vendi jon? Po. Kjo stërvitje e emërtuar Defender Europe 25, domethënë mbrojtja e Evropës në vitin 2025, është një stërvitje e përvitshme që organizojnë forcat e NATO-s. Bëhet pothuajse çdo vit, pak a shumë në këtë periudhë, në muajt maj qershor të çdo viti. Dhe ka një kohë gjatë që zhvillohet kjo stërvitje. Por kjo stërvitje e këtij viti ka një ndryshim të madh. Marrin pjesë shumë vende në krahasim me stërvitjet e tjera dhe numri i forcave të angazhuara në këtë stërvitje është shumë i madh, shumë herë, 2-3 herë më i madh se ato që kanë qenë në vitet e mëparshme. Për shembull, në Defender Europe 24, për vitin e kaluar, kanë marrë pjesë rreth 12.000 forca, 12-13.000 forca të ndryshme të NATO-s dhe të partnerëve, ndërsa si vjet angazhohen 39 shtete, antarë të NATO-s dhe partnerë, dhe numri i forcave të përgjithshme që do angazhohen në të gjitha operacionet dhe ushtrimet është 28.000 veta. Pra është 2 herë më shumë se sa në vitet e tjera. Kjo lidhet dhe me situatën politike, situatën geopolitike në Evropë, kryesisht në Evropë, lidhur me luftën në Ukrainë. Prandaj ka një angazhim më të madh të kryesisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, natyrisht dhe të aleatëve dhe të partnerëve të NATO-s. Në programin e përgjithshëm, stërvitja organizohet sipas rregullores, domethënë platformës që ka NATO-a, sipas nenit 5, organizimi dhe zhvillimi i stërvitjeve të ndryshme që organizon NATO-a. Dhe zhvillimet e kësaj stërvitje pastaj janë në etapa të ndryshme. Stërvitja ka filluar që në 11 maj në fakt në fazën e parë dhe mbyllet në 9 qershor. Konkluzionet e përgjithshme që do bëj komanda amerikane që drejton stërvitjen do të bëhen më 24 qershor. Drejtimi i stërvitjes është nga komanda amerikane për Evropën dhe Afrikën. Dhe konkretisht ajo ka atë siglën USCOM për komanda, konkretisht pjesa e komandës që drejton operacionet e NATO-s në Evropë. Pra, drejtimi bëhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe forcat kryesore që marrin pjesë janë amerikane, që gjatë diskutimeve do përmendim dhe njësitë, repartet, forcat që marrin pjesë, shumica e forcave që do realizojnë stërvitjen janë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Abilaj, në çfarë bazash janë dislokuar në Shqipëri? Ku po zhvillohet kjo në Shqipëri? Tani, Shqipëria merr pjesë në fazën e dytë të zhvillimit të stërvitjes. Dhe unë do të diskutoj kur të vijnë se do kalojmë nga faza e parë, etapa e parë e stërvitjes, pastaj në etapën e dytë, stërvitja ka 3 etapa të mëdha.
Pastaj, në përbërje të tyre zhvillon ushtrime dhe veprime të ndryshme konkrete në terren me pjesëmarrje të shteteve të ndryshme etj. Por, si fillim, të diskutojmë për qëllimin e stërvitjes. Qëllimi i stërvitjes ka dy anë, dy aspekte. Ka qëllimin politik, që lidhet me situatën politike në Evropë, dhe qëllimin ushtarak, që qëllimi ushtarak është konkret, është më i qartë dhe më i thjeshtë për të kuptuar. Qëllimi ushtarak supozon që të testojë gatishmërinë e forcave të armatosura të NATO-s, të antarëve dhe të partnerëve për sigurimin e mbrojtjes kolektive të Evropës. Ky është qëllimi kryesor ushtarak i stërvitjes. Në përbërjet ose në funksion të këtij qëllimi vijnë qëllimet e shkallëzuara, testimi i aftësisë së armëve të ndryshme, të llojeve të ndryshme të armëve që do marrin pjesë në këtë stërvitje, që janë forcat toksore, forcat ajrore dhe forcat detare. Ky është qëllimi, të provohet gatishmëria e të gjithë këtyre llojeve të forcave në funksion të mbrojtjes kolektive të Europës. Ky qëllim organizon të gjitha këto forcat në këtë shërbim duke treguar që NATO është në gjendje të kryejë operacione në shkallë të gjerë në hapësira të mëdha. Stërvitja fillon në Arktik, në Norvegji, Suedi etj. Dhe vazhdon në Evropën qendrore, Gjermani, Çeki, Rumani dhe pastaj në fazën tjetër vjen në Ballkan, ku angazhon 8 vende të Ballkanit, duke përfshirë ne dhe Kosovën, dhe të gjithë vendet e tjera të Ballkanit, duke përfshirë dhe disa operacione në Slovaki, në thellësi të territorit evropian. Dhe stërvitja, përveç aspektit të zakonshëm, ushtarak, që ta mban vetë çdo lloj stërvitje, jep një mesazh. Dhe ky është qëllimi kryesor. Jep një mesazh për antarët e NATO-s, partnerët e NATO-s dhe kundërshtarët e NATO-s. Mesazhi kryesor është ky. Do të thënë që duhet ta kuptojmë ne nga kjo stërvitje. Duhet të kemi parasysh situatën që po kalon NATO, që të paktën ka disa muaj që NATO është rrënditur nga shumë probleme. Edhe duket që problemi më i madh se sa ti tregojnë forcën Rusisë se kanë brenda vetes. Po pra, dhe për të mbuluar këto probleme që kanë vetë NATO, duke filluar nga investimet e tjera, armatosjen e shumë problemet që ka të brendshme NATO, stërvitja jep mesazhin të gjithë antarëve të NATO-s që NATO është një organizatë e bashkuar, është një komandë e bashkuar, është unike, është fortë dhe është në gjendje të ndërmarrë operacione të mëdha ushtarake dhe në hapësira të mëdha, duke filluar nga Arktiku deri në Mesdhe dhe deri në detin e Zi. Pra, ky është mesazhi kryesor që kërkon të japi kjo stërvitje. Dhe natyrisht, mesazhi jepet për miqt, jepet edhe për kundërshtarët. Pra, i shërben asaj që quhet global deterrence. Domethënë, presioni që bëhet mbi kundërshtarët për të thënë që nuk jemi një organizat do si do, po jemi një organizat që ka forca të mëdha ushtarake, ndërmerr operacione të mëdha, me shpejtësi të madhe dhe në hapësira shumë të mëdha, që mund të japi goditje në drejtime atje ku nuk ja pret mendja asnjë kundërshtari. Ky është mesazhi i stërvitjes. Domethënë që duhet kuptohet nga aleatët
antarët e NATO-s dhe partnerët që janë nën kujdesin e NATO-s, që nuk janë bërë akoma antarë të NATO-s, por që do të... Ju tha që nga 2021 edhe këtej, jo vetëm numri i shteteve, por edhe numri i forcave është rritur, ndjeshëm. Kjo do të thotë që është rritur edhe rreziku. Po pra, stërvit të organizohen gjithnjë në bazë të situatës politike që ekziston. Situata ndryshojnë nga viti në vit, objektivat ndryshojnë edhe mënyrat e organizimit dhe mesazhet që kërkohen të japin gjatë një stërvitje. Pra, stërvitja realizon dy gjëra, për vetë kontrollon nga dëshmërinë e aftësinë e forcave të tua, po njëkohësisht i jep dhe kundërshtarit të kuptojë që shiko, unë jam në nivel të tillë që duhet më kesh parasysh nëse ndodh në një keq kuptim ose konfrontim ndërmjet. Zotja Abilaj, ne sa të rëndësishëm jemi në këtë stërvitje, pra cilat janë korridoret që NATO-s i duhen nga Shqipëria që mund të përdorë? Pra gjitha nyjet edhe pikat, kush janë të rëndësishme në Shqipëri? NATO ka disa baza në Shqipëri. Edhe ne, duke qenë antari NATO-s, jemi gjithnjë në dispozicion për të vënë në dispozicion territorin tonë. Me ato mundësi që kemi. Mundësi tona janë të vogla. Për shembull, në këtë stërvitje ne do vëmë në dispozicion disa pika të rëndësishme në Shqipëri. Duke filluar nga Zallherri, kur janë dislokuar disa njësi aty, forca speciale, kompani të Genius, ka mundësi dhe kompania e armëve të dëmtimit në masë, do të vijë në dispozicion baza në Biz, në Kosovë do të vijë poligoni Babaj Boka në Gjakov, e kështu disa pika kryesore. Njëkohësisht janë gatishmëri edhe njësi të tjera që mund të angazhohen në mbështetje të kësaj stërvitje. Ministria e Mbrojtjes ka bërë disa aktivitete, konferenca, mbledhje dhe përgatitje të situatës për të ndjekur situatën gjatë gjithë kësaj periudhe të zhvillimit të stërvitjes. Tek neve, ne do përfshihemi në fazën e dytë, duke filluar nga data 26 maj deri në 9 qershor. Faza e dytë quhet imediat response. Përgjigjemi shpejt. Jemi ne dhe gjithë vendet e Ballkanit, veprimtaria do shtrihet deri në Slovaki. Përfshihemi ne, Kosova, Bullgaria, pjesërisht Greqia, etj. Në këtë. Po jemi në fazën e dytë. Faza e parë e stërvitjes ishte Swift response, e cila filloi në Arktik, ka filluar me 11 maj. Edhe u përfshin gjithë vendet e veriut, Norvegji, Suedi, Finland, Letoni, Lituani dhe me angazhimin e pjesshëm edhe të Polonisë si një partnere në bashkëpunim me NATO. Këtu, forcat kryesore ishin amerikane. Mori pjesë divizioni 82 Aure Desant, është një nga njësit elit të korpusit strategjik amerikan. Është një divizion, në qoftë më lejoni mund të flasim një dy fjalë për këtë njësi, është krijuar para më tepër se 100 vjetësh, 1917. Ka marrë pjesë në shumë operacione të luftës parë botërore, të luftës dytë botërore ka zbarkuar në Afrikë, në Itali, Sicili, në Francë, Belgjik, ka qenë në Gjermani mbas luftës, dislokuar një farkuar në Gjermani, dhe ka marrë pjesë në të gjitha ndërhyrjet që ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në gjithë botën. Në Vietnam, në Karaibe, në të gjitha vendet ku ka ndërhyrë Amerika ka patur këtë divizion të njësi të gatshme, jashtëzakonisht të përgatitur, të pajisur mirë
Dhe kjo është, domethënë, njësia e parë që hidhet në veprime në çdo pikë të globit toksor. Ky divizion tani ka angazhuar një pjesë të forcave në Baltik. Në vitin e parë. Në vitin e parë. Kanë zbarkuar qëllimi i stërvitjes edhe për të parë anën e gatishmërisë dhe anën profesionale, përgatitjen profesionale. Ky divizion duhet të transportohet nga Shtetet e Bashkuara deri në objektiv brenda 18 orëve. Ky ka qenë qëllimi i vendosur në këtë stërvitje. Në stërvitjet e tjera ka qenë afate pak më të gjata. Domethënë si vjet është kërkuar për 18 orë divizionit të zhvendoset nga bazat e Amerikës të vijnë në Evropë, të dislokohet në rajonet ku do kryej veprimet. Një pjesë e këtij divizioni është dislokuar në Arktik. Kryesisht në Finland dhe Letoni. Ky divizion është mbështetur dhe nga një brigadë speciale që quhet Brigada 173 aerodesante, që quhen ushtarët e qiellit, Sky Soldiers. Dhe këta kanë marrë pjesë në Lituani dhe në Letoni, në këto operacionet aty. Kanë zbarkuar në bashkëpunim me forcat aerodesante evropiane shumë komshe. Për shembull, një batalion ka qenë spanjoll, që zbarkoi në Letoni në rreth 500 forca parashutistë, të hedhura në vijin e parë në kufirin me Rusin. Janë hedhur shumë afër në këtë. Domethënë është edhe një ngacmim i situatës duke bërë veprime aerodesante shumë afër kufirit me Rusin. Natyrisht aty kanë marrë pjesë edhe ato forcat e pakta që janë letoneze, lituaneze. Ato kanë organizuar disa stërvitje të vogla, ose mbështetje me ato forca që kanë, se janë vende shumë të vogla. Në Letoni ato forcat e vendase kanë organizuar një operacion të vogël mbështetës që quhet Crystal Arrow, shigjeta e kristalit. Po në Shqipëri, se po ju ndërpres, në Shqipëri ushtarët e qiellit kanë të ndonjë planifikuar në stërvitje plus që na përfshin ne kjo e 18 orarshit për sa mund vinë? Në Ballkan, se tani kemi të bëjmë me stërvitje të hapësirave të mëdha, të goditjeve të mëdha, strategjia e hapësirave dhe veprimeve të mëdha. Ne kemi atë pjesën tonë. Në Ballkan do veprojë një pjesë e divizionit 82. Aerodesant do zbarkoj në disa pika dhe ju thash që në Shqipëri është një program i veçantë i kësaj pjese të stërvitjes. Domethënë, Defender 25 parashikon këtë reagimin e shpejt 25. Imediat respons është për Ballkanin. Janë 8 vende të angazhuara këtu. Domethënë, ne, Kosova, Bullgaria, Greqia, Malizi, Maqedonia, natyrisht Malizia, Maqedonia pothuajse s'kan fare ushtri në këtë mes, është Kroacia dhe të gjitha përveç Serbisë. Përveç Serbisë dhe Bosnjës. Po, dhe Bosnjës. Rumania merr pjesë në një formë në fazën tjetër, në të tretën, dhe këtu tani do janë disa forca parashutiste të divizionit 82 dhe njëkohësisht do marrë pjesë, por në Kosovë një komando, një njësi drejtuese e divizionit 28, e kundërta e numrit 82. Divizioni 28 është gjitharmësh dhe nuk do zbarkoj trupa ai, por do bjerë një komand vrojtuese, domethënë një ekip drejtimi për të koordinuar veprimet ndërmjet ushtrive të ndryshme të vendeve ballkanike në këtë fazën e dytë, reagimi i shpejtë. Që është pjesa e dytë, që fillon sot me 26 edhe mbyllet me 29. Këtu tani kjo
ka një seri veprimesh që do kryhen këtu, që janë të planifikuara dhe të përcaktuara. Një është transportimi i shpejt i divizionit 82 aerodesant nga Amerika në Ballkan. Dhe një pjesë e forcave nga Arktiku në Ballkan, lëvizje e trupave në hapësira të ndryshme në rajone ku kryen veprimet. E thash, lëvizja direkt nga Amerika në Ballkan, është planifikuar për 18 orë. Divizioni të zbarkojë këtu. Llogarit që divizioni ka 15.000 veta të gatshëm për luftë dhe një numër të madh njerëzish të logjistikës që e mbështesin këtë. Pra 15.000 forca nga Amerika për 18 orë në Ballkan. Do të vinë në Ballkan. Pra është një veprim shumë i vështirë dhe tregon aftësinë e atyre forcave amerikane për ta kryer këtë. Ata kanë dislokuar shumë herë këtë divizion nga një vend në vend tjetër. E kanë bërë shumë herë, bile kanë ngritur dhe 2 divizione, se është dhe divizioni tjetër, i ngjashëm me këtë, është divizioni 101 i këtij korpusit strategjik, që kur bashkohen ata të gjithë dhe kalojnë mbi në gjithë organikën mbështetëse e kudion kalon mbi 100.000 veta. Domethënë duhet bësh një transportim të tillë. Do vesh mijëra aeroplanë në dispozicion, duke filluar nga helikopter dhe avion të transportit. Duke bërë mobilizim të përgjithshëm të gjithë sistemit të mbrojtjes. Pra Europa është përgatitur për luftë me këtë. Por llogarit që shumica e gjithë forcave që marrin pjesë janë amerikane. Unë përmenda këtë divizionin 82, brigati 174. Në këtë fazë marrin pjesë dhe disa njësi të tjera që janë po amerikane. Forcat në vendet e Ballkanit janë të pakta. Pra, transportimi dhe dislokimi i këtyre forcave është çështja e parë e kësaj reagimit të shpejtë. Një e shoqëruar me operacione zbarkimi nga deti, domethënë nga forcat detare, do zbarkojnë në porta të ndryshme në vijën e Ballkanit, vijën detare të Ballkanit, njëkohësisht dhe zbarkime ajrore në pika të ndryshme në objekte ku parashikohen të zhvillohen stërvitje. Janë llogaritur veprime të ndryshme që do kryejnë njësi në terren, ku secila ka një objektiv të caktuar, do kapti një objekt të caktuar, ka objekte taktike, ka dhe objekte me rëndësi strategjike që kapen, mbahen në zhvillim të situatave të tjera ushtarake që do vinë mbrapa. Si gjithnjë, në të gjithë veprimin që do kryhet në Ballkan, kjo reagimi i shpejt llogaritet që të kryen veprimet në situatat e përdorimit të armëve të dëtimit të masë, të lëndëve kimike, bakteriologjike, biologjike dhe bërthamore. Pra, veprimet do kryen në këtë situatë, sikur do simulohen situata të tilla të përdorimit të armëve të dëtimit të masë që asnjëherë nuk neglizhohen dhe janë pjesë përbërëse të veprimeve konkrete, të ushtrimeve konkrete. Në Ballkan do veprojnë dhe më duket dhe një 4 brigata të forcave shumë komshe të përbërë nga njësi të ndryshme ku angazhohemi dhe ne me ato forcat që na takojnë të marrin pjesë. Edhe kemi angazhuar dhe dronët sipas. Po, ata janë pjesë e veprimit të forcave ajrore. Domethënë se pa hyrë në hollësira tani sepse veprimet fillojnë që nga sateliti, që kontrollojnë zonat, rajonet, veprimet, aviacioni transportit, aviacioni shoqërimit, gjuajtësit e të gjithë me radhë, aviacioni bombardues e tjerë nuk po hyjnë në këto hollësira dhe dronat janë një pjesë e forcave ajrore që domethënë aviacioni që do marrë pjesë në këtë shoqërohet edhe me dronë. Një nga specifikat e stërvitjes reagimi i shpejtë që është për Ballkanin është mbrojtja kibernetike. Është një nga detyrat, është një nga hallkat
e stërvitjes. Lufta e re. Lufta elektronike, sepse ka shumë rëndësi kjo, sepse mbrojtja kibernetike supozon mbrojtjen e sistemit të ndërlidhjes, duke filluar nga më të thjeshtat telefone, radio, ndërlidhje, mbrojtja kompjuterike, satelitore, komandimi i armëve dhe i tajisjeve me sistemet elektronike e tjera. Pra është një detyrë e veçantë e përfshirë në stërvitje, është si objektiv i veçantë. Domethënë krahas armëve të dëmtimit, mbrojtjes nga armët e dëmtimit mas, është parashikuar dhe mbrojtja kibernetike në këtë fazë të stërvitjes, në këtë të reagimit shpejt. Domethënë futemi dhe ne në këtë çështje. Tjetër, stërvitja këtu faza jonë do të përfundoj me operacione zjarri, qitje direkte, duke filluar nga ushtarët e thjeshtë deri tek qitje me artilleri, me objekte të caktuara dhe me raketa. Dhe gjuajtja me raketa do të jenë në bregdetin e detit Zi. Kuptohet që përballë rusit. Domethënë gjithë ideja e stërvitjes është përballja me rusin. Prandaj dhe qitjet me raket bëhen dhe me artillerin me largëhedhje të madhe që të bëhet në Shqipëri do vinë forca përveç këtyre që thashun, vinë dhe forcat e gardës kombëtare të New Jersey, me të cilat ne kemi vazhdimisht bashkëpunime dhe siç duket ato na kanë ne në patronazh dhe ato do zbarkojnë këtu disa, do bashkëveprojnë me forcat. Ndërsa në Kosovë do të zbarkoj divizioni 28 që thashun si dhe forcat të gardës së Pensilvanisë, njësi të veçanta që to angazhohen në stërvitje. Krahas këtyre janë dhe 4 brigada të tjera, shumë komshe, domethënë me pjesëmarrje të vendeve të ndryshme, Itali e tjera me vende me radhë. Kështu që kjo pjesë e stërvitjes që mbulon Shqipërinë dhe Kosovën dhe në përgjithësi Ballkanin do të zgjasë deri në datën 9 qershor. Më e fituara, po. Pastaj vjen faza e tretë e stërvitjes, e cila do të zhvillohet në Evropën qendrore, në Gjermani, Hungari, Çeki, Rumani, pra hapi final. Dhe si partner do të jetë dhe Moldavia, do bëhen dhe disa veprime në territorin e Moldavisë. Moldavia ka një ushtri relativisht të vogël, kuptohet, po do angazhohet aty, do marrin pak forca pjesë në këtë. Këtu do marrin pjesë 10.000 forca. Në këtë fazën e tretë, domethënë që quhet Saber Guardian 25 ose mbrojtësi i shpatës është kodi i stërvitjes që do zhvillohet në këtë. Në këtë do marrin pjesë 10.000 forca në këtë reagimin e shpejt, duke përfshirë dhe neve, marrin pjesë 12.000 forca. Dhe 5.500 forca në Arktik dhe gati 28.000 forca të angazhuara në total për gjithë stërvitje. Këtu stërvitja në fazën e tretë parashikon ca veprime të tjera. Përveç këtyre transportit, dislokimit, lëvizjes së trupave e tjerë, në tepër i jepet rëndësi veprimeve toksore. Dhe në veprimet toksore është angazhuar një regjiment i forcave speciale që quhet regjimenti i dytë i kavalerisë së blinduar, edhe ky i transportuar nga Amerika, i cili do lëvizi në rajone të caktuara dhe detyra e tij është që të kapërcejë lumenjt në situata të vështira. Domethënë të ngrejë ura, se po supozohen që urat ekzistuese bombardohen edhe dalin jashtë përdorimit. Dhe në mbështetjet e këtij është brigada e 7 e Gjenus. Edhe kjo është transportuar në Amerika, e cila do bëj veprime në Rumani dhe Moldavi. Domethënë në dy zona që janë afër
Rusisë dhe Ukrainës. Dhe njësi të tjera speciale të gjenjos për sigurimin e lëvizjes toksore. Do më thënë, marshimet ka zgojësi më kam se janë të gjitha forcat motorizuara, por rishvendosja, dislokimi dhe kapja e objekteve të rëndësisë veçantë që parashikohen. Këtu ka mbështetje pastaj dhe nga forcat të tjera, për shembull regjimentet veçanta, gjithashtu të transportuara në Amerika. Regjimenti 173 këmbësor, i cili do kryej mbështetje të avangardave në terren, brigada 4 të artillerisë e tjera me radhë, janë të gjitha forca amerikane. Ndërsa forcat e tjera vendse, rumune, hungareze, gjermane, të gjitha këto janë forca bashkëpunëse, ndihmëse, dhe qëllimi në përfundim është të gjitha ky kompleks forcash në drejtimin e amerikanëve të realizojë qëllimet duhura, atë në final është mbrojtja kolektive e Evropës. Gjithë kjo stërvitje që përfshin, thash, 39 shtete, dhe që zhvillohet në territorin e 16 shteteve, konkretisht, që do shkelin këmbë e këtyre ushtarëve në 16 shtete, në fundit, në përbërje të qëllimit, në funksion të qëllimit dhe mesazhit që jepet, shikohet që forcat kryesore, mbi 70% janë forca amerikane. Natyrisht dhe mjetet. Forcat e tjera të gjithë këtyre vendeve të tjera janë, domethënë, jo më shumë se 30%. Pra, amerikanët drejtojnë stërvitjen, se komanda drejtuese është thjesht amerikane, njëkohësisht kanë të kontributin kryesor në pjesëmarrje me forcat e tyre që këto forca duan dhe një mbështetje të madhe financiare, një mbështetje ekonomike që e realizon kryesisht Amerika. Fituesja e madhe në këtë rast është Kosova, ku zhvillohet për të parë, që vjen edhe pas marrëveshjes trepalçe në Ballkan, por edhe kjo është një përgjigje e fortë edhe për Serbinë dhe pra Rusinë, Serbinë dhe satelitet e saj. Mesazhi politik i stërvitjes, unë e përmenda që është që për kundërshtarët është i qartë, për vete gjithashtu është i qartë sepse unë provoj gatishmërinë time si organizatë ushtarake, po njëkohësisht dhe partnerët e mi që i kam në kujdes dhe realizoj atë qëllimi kryesor që është mbrojtja kolektive e të gjithë antarëve dhe partnerëve të NATO-s. Dhe menjëherë sa filloi kjo stërvitje, bile stërvitja është komunikuar që do bësh që në janar, më duket mua, është publikuar, atë pati shqetësime në Serbi. Konkretisht, ata bile dhe tani ka patur reagime edhe nga shtypi nga media tjere që e shikojnë këtë si kërcënim ndaj Serbisë. Njëkohësisht mesazhi është që përderisa stërvitja organizohet në Kosovë, përveç vendeve të tjera, nuk po flasim për vendet e tjera të Ballkanit, përderisa bëhet në Kosovë, vetë shtabi i divizionit 28 gjitharmësh për të kontrolluar e drejtuar stërvitjen në Kosovë, ku do marrin pjesë dhe forcat e Kosovës. Ato forca që janë të llogaritura dhe aq mundësi sa ka Kosova, në pikat kryesore, në objektet kryesore që ka, që janë vënë në dispozicion të NATO-s, do të thotë që Kosova është në mbrojtjen të Amerikës. Pik muhabeti. Është mesazh më të qartë se kaq nuk ka. Zotja Bile, ne po që ne jemi dhe antarë të NATO-s dhe kemi të drejtë që të marrim pjesë në të gjitha këto evenimentet që organizon NATO, por në këtë rast, qoftë ne, qoftë Kosova është mesazh fare i qartë që jep kjo stërvitje. Zotja Bile, për ta përfshirë pak çështjen vetëm pak të politikës, me që është edhe konteksti, çështja e ushtrisë
në Shtetet e Bashkuara, pra është ndarë nga dashi nga Pentagoni, sepse kur vjen puna për mesazhin politik, ne nga ana politike si në Kosovë dhe në Shqipëri shikojmë si një, ndoshta është interpretuar, ndoshta në media nga një pjesë analizëve, edhe si tërheqje e butë, kurse kur vjen puna te pjesa ushtarake, këtu aty nuk ka diskutime. Domethënë, pjesa ushtarake është vazhdimi i politikës, siç është ligji i luftës, që lufta është vazhdimi i politikës me mjete dhe force, me mjete dhune. Pra, atje ku merr kompetencën ushtria për të vepruar, nuk diskutohet në ato tjetër. Edhe një pyetje të fundit kam, zoti Abilaj, kur vjen puna tek stërvitja në NI5, sikur e theksuat edhe ju, aktivizohet më njëherë dhe gjithçka është në rregull. Por kur vjen puna tek një konflikt i mundshëm, në NI5 ka rrezik që të mos aktivizohet asnjëherë, për shkak se edhe një shtet po të bëhet pengesë vështirë për ta bllokuar, pra ndërhyrjen. Kjo tani përveç stërvitjes ka shtetet, sikur e keni thënë dhe ju në bisedat e para që kemi zhvilluar më parshme, po fuqizohen vetë, po e përgatisin vetë mbrojtjen. E mira është që secili të përgatitet vetë. Pastaj, kur të vijë ndihma kolektive, është tjetër gjë. Ajo do kohë të organizohet, të transportohet, të bëhet, në fundit do kalojë ca pengesa burokratike dhe nga njëherë të lëndë. Më falni vetëm për diçka, për ta bërë për publikun më thjesht, nëse tani për 18 orë 100.000 amerikan, në mos gaboj sikur thatë ju, i kenë në Shqipëri dhe në Ballkan, në rast të një konflikti të vërtet, real, nuk besoj se do vini për 18 orë. Jo, ata prandaj përgatiten. Jo, e kanë fjalën këtu futet politika në mes me këto burokraci që do ta pengonte ardhjën e tyre për 18 orë. Po të merresh me Shtetet e Evropës që kanë një burokraci fantastike, që për të marrë një veprim të përbashkët duhet mblidhen gjithë parlamentet, ca vend, ca zvend, ca duan, ca s'duan, edhe kur vjen puna mjafton njëri tjetër kundra prishet gjithë pazari, edhe nuk zgjidhet gjë kurrë. Me një fjalë, kthehemi atje që Evropa si stan me lekuj, Amerika nuk vepron kështu. Amerika ka strategjinë politike të marrëdhënieve ndërkombëtare, ka dhe strategjinë ushtarake që të bën atë që pret mendja kur situata është në vështirësi. Marrim shembullin e luftës në Kosovë në 1999, kur NATO asishte fare, bile një pjesë nuk donin të angazhoheshin në mbështetje të Kosovës kundër Serbisë, për shumë arsye që nuk po diskutojmë tani. Bile Italia nuk donte të vinte as bazat në dispozicion, bazën kryesore të NATO-s, që ishte baza e Avianos, domethënë nxirrim probleme nga më të ndryshme për shumë arsye, se mund të diskutohet në orë të rënë në një emision tjetër. Por Clintoni tha, ne veprojmë dhe pa ju. Dhe menjëherë baza Avianos u vu në gatishmëri të plot nën komandën amerikane. Dhe filloi veprimi drejt për drejt nga Pentagoni kundër Serbisë. Pastaj, këta lekujt e Evropës pan ju bashkangjitën atia shefit mas. Natyrisht, Clintoni pati edhe mbështetjen e Britanisë madhe, të Tony Blairit, të kryeministrit, dy fuqi të mëdha ishin gati menjëherë që edhe Turqia në këtë drejtim, dhe të tjerët pastaj u detyruan të hedhin këmbët sipas melodisë. Pra ndërhyn në këtë kur janë situata të tilla të vështira. Po kështu ka vepruar edhe në atë luftën e Xhirit, në stuhinë e shkretirës e ku diun ndërhyrje në Afganistan e tjerë që janë marrë menjëherë me forcë Pentagoni, masi ka marrë vendimin nga shtabi qendror i mbrojtjes me urdhër të presidentit, u kryen veprimet me shpejtësi të madhe. Në Afganistan e në to vajtëm dhe neve, po vajtëm pas pilafit.
kuptohet. Zoti Abile, ju lutem edhe diçka kam, duke qenë se jemi në fillim të mandatit, një mandati të ri që është i katërt i qeverisës, ju kemi parë në muajt e fundit në shkruajt marrëveshje ushtarake me Britaninë, me këtë, me atë rijetizimi i industrisë ushtarake etj. Ju me atë që keni dëgjuar ju dhe kemi dëgjuar gjithë, por edhe me atë që kemi parë deri tani, veprime konkrete në terren, jeni domethënë i kënaqur dhe optimist që do bëhet diçka shpejt? Do bëhet, po nuk e shoh shpejt sepse qeveria jon lëviz me hapa breshke. Ecën shumë ngadalë në këto gjëra. Ka shumë arsye. Dhe me anglin është hedhur ideja që të filloj aktivizimi i disa sektorëve të industrisë ushtarake. Ata si fillim duan të prodhojnë mjetet të leta të blinduara, autoblinda, kamiona të blinduar, kamiona për transport etj. Do filloj do me thënë si industri transporti për ushtrim. Ne jemi në gjendje t'i bëjmë ato. Bile ne deklaruam edhe kemi provuar ato makinat e blinduara që janë pretendente, janë shumë më të mira se të prodhimeve të tjera, kanë konkuruar, janë shumë me parametra shumë cilësor. Dhe mund t'i bëjmë të organizojmë prodhimin në seri. Prodhimi në seri kërkon ngritjen e ndërmarrjeve, të cilat ne i shkatëruam. Ne kemi patur një ndërmarrje të veçantë për këto që quhesh autoreparti, që merresh me këto shërbimin, mirëmbajtjen, prodhimin e kujtjon të mjeteve të transportit të ushtrisë. Kjo mund të bëhet natyrisht do para, do forcë, po unë shoh diçka tjetër, një ngathësi të veçantë të shtetit shqiptar, të politikës shqiptare lidhur me problemet e mbrojtjes. Sepse ka influenca të ndryshme anti-shqiptare nga shumë fqinj që nuk duan që Shqipëria të forcohet. E shikojnë me xhelozi bazën e Kuçovës apo të Pashalimanit, ose ndërhyrje të tjera që bën Amerika ose këtu e keni fjalën për grekët, besoj. Pa tjetër. Tani, erdhën dronët që morëm nga Turqia, pati reagime gjithandej. Çdo vend ka të drejtë të mbrohet. Po ne nuk kemi të drejtë të mbrohet. Çdo vend ka të drejtë të krijojë aleanca. Edhe ne kemi të drejtë të krijojmë aleanca me Kosovën, po se jemi një kombë, po edhe me Kroacinë, edhe me vende të tjera. Kryesisht aleati ynë i madh është Amerika, Turqia, këto që janë të sigurta, që nuk kanë ndërmend të na braktisin. Kështu që kjo industria ushtarake që ka gati 2 vjet që po flitet edhe BB do hidhen para etj, akoma nuk po lëviz nga vendi. Kështu që politika jonë është me mëdyshje në këto. Sa para harxhohen në gjëra që nuk kanë asnjë rezultat. Në Shqipëri mund ishin ngritur 3 herë këto ndërmarrjet ushtarake dhe të fillonin prodhimin e tyre. Sepse një automatik që koston në Shqipëri $400 sot, ose 400 euro, po jo më shumë se 500 euro, me një kooperim të mirë, me fabrika të mira të Evropës, në treg shitet $2000. Pra është një fitim, po marrim këtë, një fitim jashtëzakonisht i madh. Dhe është jo vetëm për neve, por të gjithë industria e armatimit është me shumë fitim. Dhe për shembull, në Amerikë industria ushtarake është nga komponentët kryesorë të ndikimit në politikë. Ndërsa tek ne është tendenca, ajo tendencë që u shfaq që në vitet 90 që e quam vendin në gjendjen zero, dhe ato tendenca nuk e lën që të riorganizohet industria ushtarake, qoftë për të mbështetur, për të realizuar mbrojtjen tënde, qoftë edhe për të shitur për tregti, sepse ajo është një industri shumë fitimprurse. Zoti Abile, unë të falenderoj shumë për gjithë bisedën, analizën e gjerë dhe komplete që i bët stërvitjes së mbrojtjes së Europës Defender 2025.
situatës në Ballkan, raporti me fqinjet, por edhe në Europë dhe me gjerë. Të jam mirënjohës shumë për bisedën. Ju faleminderit e miru takofshim. Faleminderit edhe një herë dhe të uroj më të mira. Ta rofsh.